Ashtu si çdo vit në prag të Pashkës ortodokse, shumë emigrantë shqiptar kanë zgjedhur të rikthehen natëve për të festuar pranë familjarëve të tyre. Kjo ka sjellë një rritje të ndjeshme të lëvizjes në pikën kufitare të Kapshticës, një nga hyrjedaljet kryesore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në territorin shqiptar rreth 7500 qytetarë nga pala greke, ndërsa mbi 2700 persona kanë udhëtuar në drejtim të Greqisë. Fluksi i shtuar nuk ka krijuar rradh apo vonesa të konsiderueshme fal organizimit të shtuar në të dy anët e kufirit. Pala shqiptare po operon me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa edhe autoritetet greke kanë vënë në dispozicion 3 sportele në dalje, duke mundësuar përpunimin më të shpejtë të dokumentacionit për udhëtarët. Statistikat tregojnë se gjatë gjithë javës së fundit, numri i pasagjerëve që ka hyrë në Shqipëri nga Greqia ka arritur në rreth 30.000 persona, shifër që pritet të rritet edhe më shumë në ditët në vijim, ndërsa afrohet dita e festës. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se janë marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin e lartë të lëvizjeve, përfshirë shtimin e personelit dhe kapaciteteve teknike, me qëllim garantimin e një kalimi të shpejtë dhe të sigurt për emigrantët që kthehen në vitlindje për festa.